Se njeti nuk ka nevojë dhe mu thonë, e kom bon njeti me marrë abdes, në filan kupatilën, në filan shpijen, me shku me e falë namazin, në filan xhamin, se ka një lloj me dhejbi, po edhe të shafit është, për shembull kur ta bësh njetin namazit edhe përmendë edhe filan imamin. E njoni thanë, me dinin i profesor në tregoj, ke thonë u lidhë, Allahu Ekber, aja ka nisë në vejtu e në usalli e salatu, për shembull salatu lë ishai, khalfel imam, si kujto kemi. Emni imamit si kujtoj ke, për shembull Hudhaifi. Ose si kujtoj ke, thot 3 herë, kështë e prish namazit ti thon, o Hudhaifi. Se ka lloj, do me thonë shkolla juridike, mirë po qëllimi në jetë i bëhet me zemër. Unë e ko bon në jetën me shku në xhami, mu falë për hir të Allahut. E ti ke bon në jetën me ardhë në xhami, mu falë pirinatit tem. Edhe kjo mundet e ko bon në jetë mu falë për hir të Allahut, a me zemër e ki ndrishë në jetën. Ti nëse e ki një jetën e mirë me zemër edhe me e gabu me gjunë nuk prish punë. A më nëse e ki një jetën e keq me zemër, së bukuroj sa të dush, nuk pi ujë. Haxhi më fajli o këtu? Haxhi më fajli në kalon këtë fjallë nuk pi ujë, Allah e shpërblet.